Po bëhet gati një muaj plot që nga data kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit parlamentare. Komisioni Qendror Zgjedhor ka përfunduar para pak ditësh numërimin e votave në tërësi, duke përfshirë ato të diasporas, votat me post dhe votat me kusht. Ende nuk kemi një rezultat zyrtar nga zgjedhjet e fundit e kësaj asnjë qeveri të re. KQZ-ja që nga dita e parë e mbajtjes së zgjedhjeve ka pasur probleme me numërimin e votave, e që ky proces i numërimit më pas është i zgjatur. Qytetarët tani më janë prikje të shpalljes së rezultateve të fundit dhe vendimi se kush do ta formojë qeverinë e re. Tashmë dihet se lëvizja vetëvendosje është sërish fituese e këtyre zgjedhjeve, mirëpo i duhet një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Por sa kohë ligjore deri te formimi i qeverisë së re, çfarë mund të ndodhë nëse te kalohet ky afat? Lidhur me këtë çështje kam folur për bota sot një os të fushës së juridikut. Bajraktari, pas konsultimit të kuvendit, përkatësisht të zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkyetarit të kuvendit, kalohet në hapin pasues atë të formimit të qeverisë. Kështu avokati Argjan Bajraktari ka thënë se afati për formimin e qeverisë fillon nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve. Sa i përket çështjes së themelimit të institucioneve, afati fillon me rrjedh nga certifikimi i rezultateve ku sipas nenit 66 të kushtetutës, seanca konstitutive e kuvendit duhet të mbahet brenda 30 ditëve nga shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, përkatësisht certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve vlerëson ai. Ai thot po ashtu se pas konstituimit të kuvendit, përkatësisht zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkryetarëve të kuvendit, kalohet në hapin pasues ato të formimit të qeverisë. Vlen të theksohet se në këtë proces, roli i shefit të shtetit, përkatësisht presidentes së vendit, është shumë i rëndësishëm. Ajo ka rol aktiv në këtë proces, si dhe duhet të luajë rol unifikues sikurse e përcakton kushtetuta, vlerëson Bajraktari. Burjani, afati kushtetues, rrjedh nga dita e kërkesës së presidentes për partinë fituese. Lidhur me këtë tematik ka folur edhe profesori juridikut Blerim Burjani. Ai thot se zgjedhjet kryeparlamentare fillimisht nga partia fituese, pra vetëvendosja, më pas presidenti afton të gjitha partitë për të propozuar kryeministrin dhe qeverinë. Nga dita e certifikimit duhet të fillojë procedura e konstituimit të kuvendit. Kjo punë ndodh shumë shpejt brenda dite. Zgjedhjet kryeparlamentare nga grupi më i madh parlamentar që është vetëvendosja. Pastaj presidentja e ka për obligim kushtetues të aftojë partinë fituese dhe të propozojë kryeministrin dhe qeverinë. Afati kushtetues rrjedh nga dita e kërkesës së presidentes për partinë fituese. Afati kushtetues është 15 ditë. Nëse dështon, atëherë jepet rasti për herë të dytë vetëvendosjes me të njëjtën procedurë që të propozojë një kandidat tjetër për kryeministër. Afati rrjedh nga dita kur presidentja afton partinë fituese me dhënë një emër të dytë për kryeministër dhe listën me ministrat, vlerëson profesori. Ai thot se nëse edhe kësaj here dështon, presidentja e fton partitë që kanë fituar në zgjedhje dhe negocion zgjedhjen. Nëse dështon zgjedhja, atëherë shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme, pra detyre presidentes është me gjetë mënyrën për të dalë nga ngërçi, pra me rëndësi është presidentja me ecë në procedurë, pa ndalë deri në zgjedhje. Secili do të jetë propozimi nga presidentja, pritet të shihet më tutje, thekson juristi Burjani për Bota Sot.